Guardia di Finanza ka çmontuar një organizatë shqipfolse të trafikimit dhe të kultivimit të drogës në rajonin e Lombardisë në Itali. Hetimet e nisura prej vitit 2024, ku sekuestrua fillimisht rreth gjysmë toni marijuanë dhe kokainë, u finalizuan së fundmi me një operacion të shkallës së gjerë që çoi në të paktën 12 arrestime të dyshuarish dhe zbulimin e një depoje të braktisur në zemër të zonës industriale të Villaggio Vecchios në rajonin e Brescias dhe Pescarës. 12 persona u arrestuan në Pescara me akuzën e shoqatës kriminale për prodhimin, trafikimin dhe posedimin e narkotikëve. Hetimi i koordinuar nga Drejtoria Antimafia e distriktit L'Aquila dhe i kryer nga Njësia Hetimore e Karabinierëve të Komandës Provinciale të Pescarës dokumentoi aktivitetin e një organizate kriminale të mirë strukturuar, të përbërë kryesisht nga individ me origjinë shqiptare, njoftuan autoritetet pas këtij aksioni. Rrjeti kishte bazën e tij vendimarrëse në Abruzzo, në Montesilvano, por kishte edhe pasoja operative në Lombardi, në veçanti në provincat e Milanos, Brescias, Varezes dhe Cremonas. Depoja ishte një nga vendet kryesore të kultivimit të marijuanës së grupit. Aktiviteti hetimor çoi në sekuestrimin total të 421 kilogramëve marijuanë dhe 2 kilogram kokainë. Grupi kriminal gjithashtu siguronte kokainë nga kanalet e Lombardisë, duke e transportuar atë në Abruzzo me furgon me qira. Hetimet zbuluan se si një pjesë të ardhurave transferoi rregullisht në Shqipëri. Të dyshuarit përdornin karta SIM të regjistruara në emër të individëve të pavetëdijshëm, aplikacione mesazhesh të koduara dhe një rrjet logjistik të kujdesshëm për të shmangur çdo gabim. Me 29 shkurt 2024 ishte kryer goditja e parë ndaj organizatës me sekuestrimin e një sasie droge të konsiderueshme, por hetimet ushtrin edhe më tej. Pas arrestimeve më të fundit dhe gjetjes së një tjetër depoje në zonë, panorama për hetuesit është më e qartë, teksa ka edhe 12 arrestuar, të cilët akuzohen si të implikuar në sasinë e drogës të kapur më herët. Sot me arrestimet në Pescara, pamja është e qartë. Kultivimi i marijuanës në Pjadena ishte vetëm një aspekt i një organizate që menaxhonte një trafik kombëtar, duke transportuar ton droge midis Italisë qendrore dhe veriore dhe duke reinvestuar fitimet jashtë vendit, informojnë mediat italiane. Me arrestimet e kryera ju dha përgjigje edhe pyetjeve se kush qëndronte pas magazinës me drogë të zbuluar në këtë zonë vitin e kaluar.